Miq Prizmus, një prej videove të mramshme, po video e cila sigurisht të garanton besueshmëri dhe paanshmëri, të garanton në një farë mënyrë një lartësi jo kaq shumë të madhe, megjithëse natën ka hije të cilat e shumë fishojnë pak, me thënë të drejtën, atë turmën, del edhe pjesëmarrja e plot në orët kur me të vërtet mblidhet sasia më e madhe e turmës së protestës. Dhe e mora videon në fillim, e bëra frame për të dalluar sektorët, por në një program, ose programin më të fuqishëm që është të inteligjencës artificiale dhe të paguar mirë të grokut, çova të dy variantet, edhe framet, fotografit, po njëkohësisht edhe videon. I pranoj të dyja, ekzaminoj në fillim fotot, framet të dalë. Dhe mbas tyre më dha një përgjigje, e cila i afrohet shumë realitetit. Dërgesa im u shoqërua dhe me kërkesën që grok, të lutem, mundoju që të m'japësh numrin e parafort të qytetarëve në këtë shesh. Grok, në fillim, ekzaminoi të gjitha framet. Unë kisha çuar jam, mos gaboj 5 ose 6, që ngatroheshin edhe me një tjetër sektorët, por grok nuk ngatronte, se ndante sektorët e pastaj i përcaktonte nëpërmjet ngjashmërisë. Është e qartë krejt. Dhe më tha që në këto video dhe këto foto që i dërgova, sasia e njerëzve maksimalja ishte 512. Duke munduar të numëronte edhe njerëzit që janë nën pemë, janë të mshehur ose që i mbulon hija. Pra, tendenca ishte që mos të paksonte, po të jepte një numër maksimal. Eksaktësisht pastaj, duke ekzaminuar video në mënyrë më moderne dhe duke i marrë njerëzit kokë për kokë, sasia ishte 492-93. Përgjigja ishte e tillë. Të ekzaminuar me sektor, të ekzaminuar duke larguar hijet, të ekzaminuar kokë për kokë, këto qytetarët ishin poshtë 500 vetëve. Por ne po i themi 500 vetë, 512 sa tha maksimumin e tij. Jo më tepër, gabimi ishte shumë i vogël, sepse grok po ekzaminonte në mënyrë eksponenciale, në mënyrë të jashtëzakonshme. Një program i paguar mirë, i cili nuk gabon shumë pak. Në një distancë tillë dhe një video të mirë të tillë, high definition. Të shikut duhet dalë. As kërkun tjetër përveç se egzagerimit dhe padrejtësisë madhe kur thuhet fjala popull. Këtu është populli. Këtu është shoqëria shqiptare. Tashti, duke thënë edhe këto fjalët në fillim, duke përcaktuar edhe sasinë e njerëzve, më duhet të bëj edhe atë që është opinioni im. Miqteni, këtu nuk është populli. As shoqëria s'ka për të qenë kurrë, as populli, as shoqëria në bulevard. Sigurisht, populli dhe shoqëria është kur realisht bulevardi mbushet plot. Jo kur rreshtohen edhe zgjaten, ka hapësira boshe sa të duash, dhe i marrin një lartësi prej 3 metrash, 4 metrash, e duket sikur kanë dalë 1 milion njerëz, edhe kur i shumë fishojnë me inteligjencë artificiale. Këtë mund ta bëjnë, por është për qefin e tyre. Popull me 500 vetë, me 1000 vetë, dhe me 3000 vetë, por dhe me 5000 vetë, dhe me 10000 vetë, nuk ka. Populli është shumë. Shoqëria është shumë. Vetëm Tirana, vetëm 2-3 lagje të Tiranës të dalin,
aty nuk ka shanse të rinë 500 vetë, po duhet të rinë 50.000 vetë, 100.000 vetë. Se Tirana është pothuaj gjysma e Shqipërisë. Popull me 5.000 vetë edhe popull me 500 vetë nuk ka për të pasur kur, nuk përfaqësojnë asgjë. Përfaqësojnë një qendres, mund përfaqësojnë për disa elemente aty pagesën, po kurrën e kurrës popullin. Që të thuash këtu është populli, këtu është shoqëria shqiptare, këtu janë shqiptarët, jo vetëm që është një maskarallek edhe një padrejtësi e madhe, por është edhe një shëtmendje, mitomanie e cila është bërë tash pjesë e mikrofonit aty. Në fakt, to 500 vetët, 600 vetët, 1000 vetët, 300 vetët, 150 vetët, janë të llastuarit e turizmit të protestës. Turizmit të ideologjisë të protestës. Ju bashkohen shpeshherë dhe të huaj. Dalin Tiranë, shohin që Tirana normal është. S'ka asgjë gjë të keqe, s'ka vjedhje, s'ka zhurmë, s'ka asgjë. Dhe shohin që në bulevard ka edhe një protestë. Bashkohen edhe ata sepse është turizmi i protestës. Dikush merr vesh, dikush nuk merr vesh, dikush bashkohet me kauzat që dëgjojnë. Dikush nuk do mja ditë, por sigurisht që aty nuk është populli që po proteston. Aty janë këta që po protestojnë. Kanë mbetur nga organizimi i Llapajt, mund të kenë mbetur. Kanë mbetur nga organizimi i Qorrit, mund të kenë mbetur. A mund të ketë 2-3 nga Partia Demokratike, 2-3, sepse sigurisht nuk ka shumë, nga që s'kan arsyet shumë kur ju thuhet Berisha në burg. E që arsye duhet ketë të dalin demokratët, pavarësisht çfarë ju thuhet Berisha, kur aty bërtitet Berisha në burg, e Rama në burg. Çfarë kuptimit ka? Ata kanë kryetar partijet edhe. Dhe sigurisht mund të ketë edhe në një grup LGBTQ, mund të ketë edhe kështu dhe left të paguar nga të famshmet partitë europiane të majtës. Tipa të tillë, një marksista, një komunista, rreth Qorrit, por janë dhe jashtë Qorrit. Normalisht edhe në një gjysfasonerie. Por prapë duken pak. Duke shtuar pastaj edhe në individ që vinë nga Vlen, edhe sigurisht marrëzirat që dalin nga lëvizja vetëvetënose dhe nga Vlen, armiq të deklaruar tashmë. Jo thjesht Edi Ramës, por edhe Shqipërisë në përgjithësi. Atëherë kuptohet qartë edhe pastër që sasia prej 500 vetës, edhe pse ka kështu grupimesh e grupuskulash, nuk janë popull. As kanë përqenë kur populli. Ka më tepër grupe se sa popull. Bile nuk ka popull absolutisht. Mungon populli. Janë vetëm grupuskullet dhe njerëzit e turizmit ideologjik, politik, të turizmit ideologjik e politik në Shqipëri. Po, turizm ideologjik dhe politik në Shqipëri, në qendër Tiranës, natë për natë ka. Aty shkojnë pikërisht turistat e ideologjisë dhe të politikës. Po jo popull. Populli shqiptar ka hesape tjera, ka pushime, ka punë, sepse me të vërtetë në vendet turistike ka pushim, po ka dhe punë që do t'i shërbesh turizmit. Kështu që aty nuk kanë mend që të dali populli, as do të dali kurrë asnjëherë. Nuk ka se si të dali populli, sepse po doli populli aty do mbetet pa punë. Edhe populli është në punë, dhe sigurisht shoqëria është në punë, edhe pse ka turizëm. Është ose në punë, ose në pushim. Po në përgjithësi them se është në punë, sepse ka nevojë të punojë. Ka nevojë të punojë se ka turizëm. Ky është populli. Jo turistat, që fatkeqësisht ngaherë në një prej tyre, mitomanit i jashtëzakonshme, merr dhe fëmijët me vete. Merr fëmijët me vete dhe i bën dëm të madh të jashtëzakonshëm edhe etikës, moralit në përgjithësi. Të marrësh fëmijët në protestë, do të thonë ti jesh një shoqëri, po ata nuk janë shoqëria, janë vetëm turistat e papjekur politikisht. Retrograd shoqëri. Nuk përdoren fëmijët. Vetëm Shqipëri është parë që ti marrin protestë. Ti nxjerrin dhe përpara. Po, është parë dhe kema Hamasi, kur gjuan me raketa dhe fshihet në spital ose në çerdhe ose në xhami. Edhe ke këta tonët që sigurisht nuk kanë raketa, po gjuajnë me një gjë
dhe nuk duan që të vi policia dhe nxjerrin fëmijët përpara, bile marrin edhe karrike edhe ulokësh me vete, njerëzish të shkretët smur që përdoren nga protesta, nga turizmi politik dhe ideologjik në Shqipëri. Dhe kjo nuk është një punë e mirë, është jashtëzakonisht punë e keqe. Për këtë desha t'ju them. Filozofikisht dhe ideologjikisht kjo është një gjë e jashtëzakonshme në konceptin negativ. Të krijosh sot turizmin politik dhe ideologjik është marrëzia më e madhe, por ne nuk ndalen marrëzit. Duke mos u ndalur, duke shpikur marrëzi mas marrëzie, sigurisht fillojmë mësohemi me to dhe patjetër duhet që të vazhdojmë në persistencë të jashtëzakonshme t'i bëjmë. Kur nuk bëhen ndonjëherë këto marrëzi ose kur nuk ndodhin, ne jemi si bosh, sikur me të vërtet kemi diçka mangut. Atëherë shpiket një marrëzi tjetër, e cila do që të zëvendësojnë atë që ka kaluar. Sot për sot, kulmi i marrëzisë ke ne është turizmi politik dhe ideologjik i bulevardit Tiranës. I quajtur në mënyrë sharlataneske revolucioni Flamingo. Që në fjalët e tyre, Shqipëria kërkon revolucion, tregon edhe budallëkun e këtij turizmi ideologjik dhe politik. Se çfarë do të thotë Shqipëria kërkon revolucion, se këta e din, këta 500 vetat, që çfarë kërkon Shqipëria. Shqipëria në të vërtetë s'kërkon asgjë tjetër, kërkon të punojë, të pasurohet dhe të bëj pushimet sot në gusht. Kurse këta idiot në bulevard, këta pjesa turistike e ideologjisë dhe politikës, bërtasin Shqipëria kërkon revolucion. Ka dhe marrëzira tjera, sigurisht që Shqipëria shqiptarëve, vdekje të atarëve, për këto janë të ardhura nga koha. Budallëku i tyre është Shqipëria kërkon revolucion. Dhe këta do ta mbërrijnë dhe mundohen ta çojnë në vendin e tyre me anë të turizmit ideologjik, politik, të revolucionit Flamingo në bulevardin e Tiranës. Dakord miqtë mi? Kjo ishte emisioni për sonte.